rrugit qytetit tim, ku e mësova jetën si fëmijë, dhe kam qenë i ri me vërtet i ri. E kujtoj me mallën gjim, çdo rrugit qytetit tim, ku e mësova jetën si fëmijë, dhe kam qenë i ri me vërtet i ri. Që t'shkoj, t'kam në zemër kur s'harroj, o sa mall që kam për ty, një kafe në qarshi ta pi. E detis qohen bah benan, dhe gjithçka që unë kam lan, shpirti zemra më jam vra, keq kur betim na ta atje fenën ratë e mia, ku më pret për her shoqnia, në ahengje familjare, ta pëm këngën qytetare. Atje fenën ratë e mia, ku më pret për her shoqnia, në ahengje familjare, ta pëm këngën qytetare. Ty nuk im nga ato që t'shkoj, t'kam në zemër kur s'harroj, o sa mall që kam për ty, një kafe në qarshi ta pi. E detis qohen bah benan, dhe gjithçka që unë kam lan, shpirti zemra më jam vra, keq kur beti nga kanda. Shpirti zemra më jam vra, keq kur beti nga kanda. Në përgjithësi, këngët që i kushtojnë gurbetit prodhojnë emocion, e ngjajshme ishte edhe kjo që e dëgjum tash, po janë të mira. Ani pse të gjithë nuk e gjejnë vetën ato këngë, mirë po janë ritmike, edhe prodhojnë emocion, kështu që po e përshëndes me këtë këngë si hyrje të epizodit të radhës të Podemikastit. Bashkë me mua kraj i gjatë do t'jetë Teuta, kurse mysafirin do ta kemi Flakronin. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për ftesën shkëlqen. Shoaibi na ka lishu radhën Teutës, se në episodin paraprak me Teutën kemi bisedu për rockun, muzikën, edhe Shoaibi tha unë du me dëshmu, tha që jemi shqiptar, se zakonisht shqiptarët lishojnë rend, lishojnë rrugë, japim përparësi, tha dhe shumë mirë, tha do të kisha dashur që me Flakronin me shku Teuta në emocion, edhe pse kur ka ardhur Flakroni ka pyetën, ka thonën a do të jetë pashtrike aty. Mirë po na ja dëshmuam edhe po dëshmojmë çdo gjë që kjo është një platformë për bashkët, edhe të gjithë neje përbojmë këtë ekip që po besoj tash e tutje pse jo edhe Flakroni me kon pjesë jona. Shumë graci. Flakron na e këndove këtë këngë që zakonisht tashmë është bë një lloj hiti na pasi në qytet e kanë përshtat për nevojat e veta. Edhe është dikush ndoshta që e ka shkruajtur për një vendligjen e vet, dikush prej larg ose ka emocion që i ka dhënë për vendligjen. A din diçka për këtë këngë? Sa di është këngë për një këngëtarit nga Gilani, cili besoj që është ka dalë jashtë ose ku di unë, edhe ka bënë një këngë për vendinin e vet, e ka ndiej ashtu. Tani tash unë tentova me përshtat për pjesën e Lukinës, po edhe shumë këngëtarë tjerë kanë përshtat për qytetin Pikavin, po. Të bje me këndu shpesh këtë këngë? Me tregu drejt hera parë që po këndoj kështu publikisht, vllai jem e ndëgjon shumë këta, edhe për herë parë më ndëgju prej tina. Tash edhe ajo është në gurbet, edhe ajo është, e ndjehem më shumë. Ai të ndjej ka po. Prej tina për herë parë më ndëgju, po është këngë e mirë, është këngë. Po, përgjithësi i përshëndesim krejt ata mërgatën që i kemi edhe kudo që na ndigjojnë, po këto këngë e gurbetit, jo që singojmë edhe na Teut, po
kur që janë të mira edhe se janë për gurvetit, kur kanë rritur. rritë. Po, po. Kur shkona në vizit pak të tezën në Gjermani, prekmi pak. Që flakronin e kemi prej Bujanocës, edhe është Bujanocit, cit, Bujanocës. edhe është student në Universitetin e Prishtinës, po pasion edhe me gjithë qef është instrumentalist, vokalist, ndër të rallë të na dhe ndër të ma publikut edhe ndër ma pak të kompleksumt për punën e gitarës, për punën e muzikës, edhe për që ato kemi mendu që ta kemi pjesë tonën, mysafir tonën që edhe të gjithë ata, po dhe me kastat, jenë më të njoftuar për njerëz në Lugin, për njerëz që mirën me kulturë, me art, me muzikë, edhe për shof që na kanë mush edhe tavolinën me instrumente, me pllaka, atë uta këto i shkojnë mysafirit, a? Normalisht. Sidomos për zhanrin që e ka. Çfarë janë ato? Këto janë 3 pllaka të cilat është dash me qenë dhurat, po ja që nuk arriti me qenë dhurat, dhe i kom dalë për vete. Janë 3 pllaka të porositura nga një shitore online e Beogradit, sepse është vështirë me gjetë pllakat gramofonit, dhe i kam zgjedh zakonisht një 3 emra të njohur, si JJ Kell, që është Van Morrisoni dhe Fat Domino. S'do me thonë që krejt duhet me njoft këta, mirë po Van Morrisoni është një ndër më të njohurit prej temave, paktën për publikun tonë. Po edhe JJ Kell është, ndërsa Fat Domino është ndoshta po edhe për moshat ma të shtyera, pra diku vitet e 50-ta. Këta gjithë janë të njohur për muzikën i zhangrit rock. Rock blues. Okej. A ki të njohur flakron këta? Jemna? Po edhe nëse nuk i njoh me emër specifikisht, besoj që Dhe një këngë pa dash ose në këngë i kam dëgjuar ose i kam hasë kon, po. Siç po shihet te uta pak ma shumë te uta ma shumë teorike. Son ndëgjoj muzikë rock patjetër angleze, po pak ma moderne, me thon Guns N' Roses, kush tjetër, Bon Jovi, këto pak nashta për ty pak ma moderne krahas Jo, me këto. varet tash prej Ato më kujtojnë, po. Njerëzit nga njerë edhe si e kanë ditën ashtu edhe ja përshtatin vetës llojin e muzikës. Unë për vete ashtu. Qysh e kam ditën edhe llojin e muzikës. Dhe gjendjes. E gjendje emocionale. Zakonisht në mëngjes këngë me qëtelia. Po, me anis. Po. Edhe një altik shtë. Këngë që t'japin motive dhe këngë që... E ki po, ato këngë të serenatat zakonisht dëgjohen mbrëmje. Është vështirë me ndëgju mëngjes. Po nota është ma melankolike, kështu që vetë notat ton me po ato këngë të më ngje ma shumë besoj. Në çfarë muzike e gjen vetëm ma shumë flakron? Po tentoj mi bo krejt ka pak ndoshta, muzikën popullore e du, muzikën qytetare, rockun e du, rockun shqip edhe angles patjetër, çfarë do lloj roku. Këngët moderne patjetër që folëm edhe Limonin e këto kush janë tjetër, Trena Bazën e... Këto gjeneratët e reja. Po, Shpat Dera ka është fantastik. Po. Në të gjej me shumë knatësi, dhe janë fantastik. Tentoj edhe mi bo këngët e tyre. Po ka këngë, po edhe grupeve të bendave të mëhershme të rockut që po i ripërsëritin këngëtarët e ri dhe po më pëlqen që po i rigjallojnë, po ato. Kur janë këngët me vlerë, kanë afatgjate, janë shumë e vërtet. Këngë të NT-s për shembull, të Minatorit, po edhe gjurmët janë fantastik, sikur ato gjurmët që intervista në Prishtinë gjurmët janë. Kanë lënë gjurmë. Gjurmë fantastik ato. Fantastik. Edhe secila këngë Minatorit e ut, ndoshta në të rrallët njerëz që i kanë memorizuar gjitha, po ku mendu që vetë unë i di këngët e Minatorit. Kur kum shku me një koncert të atëve, kum pasi këtë publik, unë mos pak të i kum ditë. Një pak inferior, po. Po.
Ki kështu do një preferencë do një këngë të Minatorit me bona tash. Minatorit mujna me po është këngë e vështirë më këndu, pa nxenje vokale sa më shikon më trenush, po është e vështirë. Ndoshta në sen të dëgjuan për kishim bo. Po, bon, po. Shumë e mirë është edhe ajo. Bashkohet besoj edhe Teuta dhe Edhe Xeni bashkohet, edhe krejt. Po na fton me këndu? Atëherë na i ftojmë edhe këtë po dhe me kastat me lishu zonin edhe. Zona Teut me erën. Na s'kemi instrument, po pa instrumenta. Vesh vokalët. Sa herë të gjojera Nga rëzit më dhe të Kujtime m'ulon mëne Për unë qëthën më vetëmi Më duke të shoti Busqeshin tëm dhe zërin tëm Mua misjelera Shikimin tëm Uzët e tua Mi shëndrit pranvera Në et nga dale në përqel Sigur t'ishe zona Emrin tëm e dëgjojnë Në duke të shëllty Sa herë dëgjojnë Nga letësit më dhe të Kujtime m'ulon mëne Për unë qëthëm në vetëmi Më duke të shoti Busqeshin tëm dhe zërin tëm Mua misjelera Shikimin tëm Uzët e tua Mi shëndrit pranvera Më vëret nga dale në përqel Sigur t'ishe zonë Emrin tënd e dëgjojnë her Më duke të shoti Më duke të shoti Bravo. Të lumt Flakron. Ishte një mrekulli. Dua ta bëj një pyetje. Flakron, cilët këngë lidhen për shembull më shumë me historitë e jetës tënde? Për shembull ndonjë këngë që e specifikon edhe me një herë e lidh me ndonjë situatë në jetën tënde, qoftë e bukur apo e trisht. Mund të themi atë gjurmëve ka shumica që na lidhin jetën me ngjarje. Kënga e çmurve një kryq qershi është këngë shumë e mirë. Tas po duhet të bën kurrësh ti. Për jetën personale. Ato jo. Kisha me thonë ai sa personalisht që e kom kalu ai sa, po kënga e për shembull kënga e Trojës, Amaneti Klonit, për është një këngë si një lloj demonstrate ndaj gjendjes politike, pushteteve, bla bla bla. Na këtu në Lugi përgjithësi jena shoqëni e politizume, e ndoshta kisha me thonë që ajo këngë është që e ndjej pak më shumë. Sidomos edhe Minatorit. Cila? Kjo shfletoj gazetë. Baba im është punëtor. A shleton gazetën. Edhe ajo tjetra. Kjo më bëni kurreshtje mu për këtë qershin s'po më kujtohet refreni? Pa kështu, a mujme me kënu? Pa bëna me gitare. Pa gitare ose? Ose me gitare? Me gitare Nina Marahat. Hajde me gitare. A din të uda? Kjo këngë është për më shumë. Më ndoshta jemi në stinën e dimrit, po Nani, kujtojmë qershit. Unë e ditë si nanit për qershina, ma për... Iraja për këtë kapine Dhe bëhe
mirë si kur nuk më shë. Sa bukur I pas ka rarë, fustani kuqo me dantela, e sonte ne do ta hedhime një valle të mbrojnë si qërshi. Ashtuaj nuk e di, diku thellë në ty, e shoh një shkëndi, sa e të shikoj në sy joj. Diku thellë në ty, e shoh një qërshi, sa e të shikoj në sy joj. Sonte ne do ta hedhime një valle të mbrojnë si qërshi. Ashtuaj nuk e di, diku thellë në ty, e shoh një shkëndi, sa e të shikoj në sy joj. Diku thellë në ty, e shoh një qërshi, sa e të shikoj në sy joj. Të lumt. Tash pa lon gitarën. A mund me dal komplet në xhangrin tjetër me e përmendi Flakroni edhe Trojën? Trojën? Po. Të bëjnë me shumë A- mirësi. a- Të bëjnë atë a- manit po, të flonit. po, çato po bëjnë. Ose nëse tonë atë tjetër në amon me. Dhe mo. Ha? Ja, Ja, ato pelose pak e vështira. Të bëjnë ashtu. Hajde, cëllën ti ndihesh më rahat. Cëllën ta mërmenja që mu me kënu edhe unë se parë dhe ta tonë në ti tash keq. Që se në ta qërshirë. Jam do vjetë që kam kalue në për mua mrena në shpirt në fos po më shty me thanë. Kush janë këta njerëz që s'janë shkolluar, nuk kam mësuar që njeri nuk ka shpine vetë me vjerë. Janë do vjallë që nuk po mëj me thonë. Janë do njerëz që kanë të pruesh, më kanë pushtuar e natë e tyre janë të në shumë atje ku vetëm nuk muj mo me gjerë. Dhe sa vjetë duhet me shkue me I nuru ta njerëz që më prej, po të ma kanë marë. Janë të njerëz që zhvillin më në kohë. Janë të njerëz që vetë nuk muj me nojë. Falënderit. Po të merë kohë mi mësu këto tekstet, atë ka marrë koha. Jo këto është atë pëlqenjë shumë se këto i mëson për një shpejt. Po pa, s'po du me konë modest, menoj që edhe pse ma herë të bona një gabim tekst, po menoj që tekstet I kapi let. I maj men, edhe kur ti më dëgjoj shpejt, më dëgjim shpesh të një këngë e caktume, I maj men tekstet let. Po edhe akordet kështë tani në një këngë specifike, nëse si di me men, për men që I përshat me kohën isha. Prej praktikës të shumët, mësohesh edhe me ndërkohë me ditë cila notë vjen. Këto për muzikanta që janë e di më shumë. Pedina tasha po thush ti. A ka këngë që kur ta bësh një, më nën të kujtohet tjetrat që shkon me to. Ose që me thonë që lidhen, po, që një farë ritmi, një farë teme, ose... Pa tjetër që po, ka këngë që ti sun cem për një zhandre të zhandër tjetër, edhe duhet me këshu tempon, ritmin, edhe kur jetu po për
në publik muzikë, do të me këshyr edhe të shosh atmosfera, si më thonë. Me këshyr publiku që apo dancë, ti s'u shkan me një këngë shumë low, që me nal, me shuk atmosferën. Apo ti në atë stilin tënd të jetës përjashtu studimeve, a merr vetë iniciativa, po boni mbrëmje, apo boni organizime ku thjesht nëse dojmë unë te uta ose kita ata që na përcjellin po dhe me castin, ku mujmë mu gjetë ma shpesh tuk nu? Tashti me naj lokal specifik, kena knu ma herët, po tashti s'është që m'ka ra shumë, po jena tu, ku jena po edhe me ty për herë të parë, për shembull në Prishtinë ka ra, ku më shkojnë. Po, te ekspozita e piktorëve Preshevës. Po. Unë kam qenë se me bo muzikë aty pak në background. Edhe unë ke komendu që si je Gjakovar. Të kësoj sharrejnë shumë aqa. E këngë që... Qështë kishe menu që e ka me emrin? Sami. Sami ose Sabri diçka, pse di pse m'pa tinglu që ashtu diçka. Edhe këngët që i kizgje, edhe një kizgje tamam me një shije, edhe thash ky njerë veç që Gjakovës, është, se nuk më ka menja. Se ke prit që një luginës mundet në pasë Po. Munova me përshtat këngë që menova që një që shkatit një panaje që mi thonë. Ekspozite, piktorëve, po, këshilli kombëtar. Që përshtat më shumë që nuk i pengojnë këngët që janë në background janë këngë mira. E bona një listë dhe shkojnë mirë. Pastaj me do organizime kena marrë, po janë atë rregullisht në shtëpia kulturës ku të kenë organizime në ftojnë, edhe me shumë kënaqësi shkoj. A ndodh që e merr telefonin, i thirr shoqërinë tonë edhe bëni muzikë? Kohëve të fundit shumë ma pak, po se një shok në ka shku jashtë, ajo po me dhaj gitarist, me Auronin e kena një shok tjetër, me Auronin dhe Zamirin kena bo këngë shumë jamming, adhe një nga mletë, të tre me gitare, qa po bojmë, bojmë qëta dhe kena ushtu. E që aty e kena përmisu shumë edhe muzikën edhe gitarën, po tash njoni e Zamirin tash ka dal jashtë. Auroni me punë, Prishtinë tash të... kështu që po do të vetë, unë po tentoj vetë, po ka njerë hargjosh, kur se kia një person tret ose dytë. Po në Preshev, a ke qenë dhe njerë i ftuara, veç? Në Preshev, jena të tentu tash me bon si një loj bendi, një loj trio, me do djemë Preshevës. Po kalojmë pak... Ma be fasi, po. Ani na eftojmë, na kemi me ftu do një natë te ut këtu me bo dhe një organizim, pse jo? Kemi mi ftu krejt këta meqt ekipën tonë, bashkëpunëtorët, aktivistët, vullnetarët edhe me flaksonin edhe me bo një organizim. Kemi festa tash sa dush, sidomos në shkurt, kemi boll festa që kemi arsye pse mund se festa rregullisht unë e kom si pikë të referimit të këngëtarët flakron komplet zhangrin e besoj që ma kupton edhe gjeneratën, jo qatë shumë diferencë, po ma shumë imi rrit me këngë të Sabri Fejzullahot, me Sinan Lasaliut, me këto të Minatorit e qa këshmi mujt me bo diçka bashk me këndut në një këngë të Sabris ose një këngë. Do të vish, ardhin të ndemire dashuria kur nuk tretet, ti do të threhesh përsëri. Do të vish, ardhin të ndemire dashuria kur nuk tretet, ti do të thresh përsëri. Të kam pritur, moj vajz, të kam pritur se do të vish. Unë më mjeri të pjeqar në këtë mal të dashuris. Në vetëmi vitet kaloj, ma kujty dhe fatin ti. Zemra ime më thot gjithmon, se do t'lakesh në mërgjim.
tënde mireti. Dashuria kur nuk tretet, ti do t'kthesh përsëri. Do të vish, ardhin tënde mireti. Dashuria kur nuk tretet, ti do t'kthesh përsëri. Sa këngë e mirë. Mami ka përshëndet këta çiftet që janë njëri këtu njëri atje. Oh. Ja, përshtat, tamam. Tash i kanë pas për pesë. Po. Edhe Ljoca Luma, kush e ka këndu këtë këngë. Luka për herë të parë, edhe ajo e ka pas atëherë shumë mesazh, shumë këngë të mirë, shumë këngë pa vdekun. Këngë fantastike. Po. Një prej këngëve që besoj që ja vlen mu kënu e mu kujtu të publiku se është këngë për limet që i pëlqen njerëzve. Flakron, ndihesh më shumë, më mirë na jemi në emision, po apo ndihesh më mirë ku po këndojmë apo kur po bisedojmë? Me tregu drejt, kur këndoj Nina ma rahat. Po edhe kur me fol, më fare prej tema caktume, po kur s'kam qa me thonë, s'ki qa thua. Po me këngë. Apo shkon shpesh në Prishtinë? Apo bje me shku shpesh? Kohëve të fundit jo shumë, se në kohë studime po, po tash që një kohë kam e veç tema diplomës, edhe po halasëm, po së në kom caktu temën e diplomës, po ka probleme se, po u kom fizikisht administrative ato pa po çështje procedurat. Fizikisht atje, po ka numër të madh studentave dhe s'po muj me zgjedh as mentor. Profesor, po kam problem, po besoj tash duhet me hi pak ma. Atë ka ra me hec Prishtinën hec, me njoft. Relativisht kisha thonë jo mjaftueshëm, se shokët i kom pas që kanë dalë më shumë, po une shkojsha në fakultet në ligjërata paradite, dashke me kthy prap banes, prap ligjërata dhe nuk me qa për kërgjam, u lasë shumë, po. Edhe një sen interesant që asë njëherë s'm ka ndodhë me nejt 2 javë në Prishtinë, çdo fund javë kom ardhur. Nuk e di pse nuk jom një shumë rahat atje, nuk e di pse. Ndoshta malli për familje, s'pedi, për venin ta. A shkojshe në përmbramje në Prishtinë, ka ra me pa, ka organizime të shpeshta që të shumë të? Kom shku me raste, po, atje po, se është veni ma i madh dhe për këta shijet ka zgjidhje, po. Ka zgjidhje. Po, kom shku. Më përmende familjen tash, ju jetoni në Banat? Po. Me prindrit, me prindrit dhe momentalisht veç me prindrit, se vetëm idealum se vllai ka dalë. Do të thonë ke edhe një vlla? E kam një vlla dhe një motër. Edhe një nete kam. Me qëra fjalla një pjo është dajt në Preshevi, ka e motra ime është me Preshev, po ato janë në Prishtinë të shku. Diçka po na lidhesh me Prishtinën shpesh diçka. Po, tash. A pe bëjmë një këngë për Prishtinën? Po, pse jo. Bëjmë një këngë që besoj që shumica njerëzve e njohin. Okej. Presto dhe me këndu. Okej, bashkangjitmin pjesë. Lak dhe të huaj, Kosova në ndrova, Nan e bab mu du se përqafova, Shmuj zemra Nga gjumi zgjova Ndjeva të tjeremra Sa u përmallova Ndjeva të tjeremra Sa u përmallova Atje është Prishtina Aty është Rudova Zemër e plagosur Atje është Kosova Atje është Prishtina
pranë Kosovë, atje është Kosova. Hey, lumë, faleminderes. Faleminderit juve që më Ah, bashkëpunojmë. Po të Deri ut? tash ke kënduar të interpretuesve kosovar. Po a ke mundësi me na këndu nga Shqipëria? Ndonjë rockere ose Nga Shqipënia. Okej, Vjollca Luka ke nga Shqipërisë, por po ka një Kënd për rockstar. shpje pa një këngë i kollëtari, po ajo këngë është Është goxha. ekstreme vështirë për me këndu. Po tjerë për shembull Aleksandër Gjoka. Gjoka, po, Mune me bëti është... Aleksandër Çokës. Mas jemi në dimër edhe... O, dimni e ka. Ne kemi ditën e dimrës. Po mune me bëti ato. Nga- Bashkancit mune. Po normalisht. Veç duhet pak mu... Jetën time ka qenë qatë, kur unë për ty pata nevojë. Për të duar, s'gjës të pjatë, kur ti pranë meje, më qëndroje. Në jetën time ka qenë qast, kur unë për ty pata nevojë. Në për të duar, qës të pjatë, kur ti pranë meje, më qëndroje. E kumë të ndodhi ato ditimri të jetësime, gjithmonë kujtime nga një bashkë, se më ike, më praktise. E kumë të ndodhi gjera, ato ditimri të jetësime, se më ike, më praktise. Jetën time ka qenë qatë, kur unë për ty pata nevojë. Për të duar, s'gjës të pjatë, kur ti pranë meje, më qëndroje. Në jetën time ka qenë qast, kur unë për ty pata nevojë. Jo për të duar, qës të pjatë, kur ti pranë meje, më qëndroje. E kumë të ndodhi gjera, ato ditimri të jetësime, gjithmonë kujtime nga një bashkë, se më ike, më praktise. Ato ndodhi gjera, ato ditimri të jetësime, gjithmonë kujtime nga një bashkë, se më ike, më praktise. Shi unë të gjoj, kur e të lëndon të presti, unë të presti. Hapa ti të gjoj, duke se të shoh e ti. A thua e ti që në më që në mash, ti aroj të ti që në
be. Presim një ditë të re, kur shengu nuk do të vjerë. Shqelën për ta ngre, që na po ngije vetëm ne. Të shtirë me i kanape, sigur jemi mbi një re. Shumë i zotë të fluturoj, juri të naftoj. Ku folën partë që më përshtatën këngët, kënga ti dimër me këngët të shtirë mbi kanape, më nëjë që më përshtatët mira. Edhe lidhet edhe unë dita si në festival më konë. Një e kuptova që pas mi kapacitet edhe resurse njerëzore me bo bendin e Podemekastit, Teuta çdo ditë më shumë për dëshmon vetën. Mos e tani lo edhe Podemekastin edhe si aktore. Shumë e mirë, çka po më pëlqen më shumë të është që po i bëni do këngë që vërtet kanë vlera për cilin mesazh, edhe këto janë shumë të mira se kjo po dëshmon e kundërtën e atyne të ashtu quajturve këngëtar, që kur të pyes na për darsma pse po këndoni kështu më dhimbë dveshje, thojnë për lyp muzika, çështu po lypët ose çështu po lypin populli, asnjëherë s'është e vërtet që ja lypin që ato këngë shen jo të mira. Absolut, unë menoj që muzikantat e përcaktojnë tregun, për shembull janë atë këngë atë një këngë që është më t'i kohë e famshme që e boni Yll Limani, po të preste Shatërvani, është këngë shumë e vjetër, veç është këngë shumë e mirë, po popullata nuk i kanë pas të servume, nuk kanë ditë, edhe kur e boni Yll Limani eci mirë, po tash është këngë që e njohin krejt. Kush tash e boni këtë këngën më ja tigje me Shamil Kuqe. Këtë këngë Kapital është pak më remix, po prapë e ka rikthy, po. I marrin si sample si bojnë pi këngëve tjera. Po, është një trend i mirë. Edhe kjo po dëshmon që nuk qëndrojnë ato që thonë jo, ato këngë më të vjetra i din të vjetrit, nuk i din gjeneratët e reja, jo gjeneratët e reja nuk ngojnë këngë të mira, në përgjithësi komerciale. Kjo dëshmon se këto të i kingu me shokët e to, edhe Teuta me shoqet e veta, edhe i kini ushtru bashkë, edhe i kini këndu bashkë. Unë po kënaqem ato ju ngu edhe të ju pa, po pse jo edhe ata kreqina për sjellin. Po më pëlqen me mirë përdor sa më shumë flakronin këtë rast, mos me lon shumë me fol, më shumë me këndu, se e kuptum që kësë po pritoj ka me këndu. Po, edhe pasion. Pasi preke Shqipërinë edhe Kosovën, shko pak andej ka Ilirida, ka Maqedonia, të lutem. Ka Maqedonia? Dukun ka Tetova, po mendon? Dukun ka Tetova. Pe ti ku e kiti? Fantastik për një. Edhe këngë vokalisht që janë shumë të shtira nuk nuk, që e bojnë Elita 5, janë këngë shumë të mira, i ndëgjojmë shumë qatë. Po nëse kina i preferencë të... Cilën stine u rejnë, ose borën a shion? Jo, unë nuk u rejnë, unë kam njërë që u rejnë. Po, kalëzëm sakt cilën po menon se nuk e ti që... E u rej shion për binte. Ose kanë edhe një për borën, një për shion. Adhe një qetër pak pa... që edhe një bashan gjithë. Shpron shikon ashtu, si do një skifter, që zogjët e veqër, nuk të trajme, jetë për gjelose, për të qene mi, andaj të qenë, kur jam duke duke ti s'mund ta pushtorosh as lecem në time, si komisatori Amerikën Latine, ta kambjen zemrën unë që mere vole, pas si shpes në thua se jo Al Capone.
mia Vash mu si haru Prandaj korrigjohu E mos të zemro E mos të zemro Ti s'mund ta kushtosh As hercem time Si conquistadori Amerikën Latine Ta cambiat zemrën Unë ti merë volje Pas si shpesh më thua Se ja Al Capone Të lumt. Në këtë rast mungun flakron vesh ato flokët e gata, se zakonisht rockerët jemi mësuar mi pa me flokët e gjatë. Që është atë kryet e poshtë e naltë s'pe di. Ajo shkon, Metallit e bojnë. ajo shkon ma instinktivisht shkon ajo. Ajo po. Kur e ndjem muzikën. Shkon vetë trupi bën lëkundje. Ku po do me shku tash te ut kallzon tjetër. Thash po do me dal ka regioni mas Maqedonisë, mas Kosovës, Shqipënisë, pak ma regionale ndërkombëtare, ha. Me muzikë të ujtë që kemi marrëdhëniet. Muzikë të ujë, bojna, s'është që si bojna edhe ato. Në anglisht, në turqisht, në greqisht, jo që s'ngojmë na. Turqishtën nuk e di quhen si fillim, edhe po anglisht. Kom repertuar besoj të mjaftueshëm që The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do. Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. Let me dream of you and I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Flakron, këto këngët në anglisht kryesisht ose në gjuhë tjera kur po bie me pas ndoj ndej apo të kërkohen apo po këngë që janë të famshme si kjo që e bona tash, këngë shumë tjera të grupeve të njohshme që njihen, e pojnë me shumë knatësi edhe kanë feedback shumë të mirë për njerëzve. E reagojnë shumë mirë kur mëson. Se edhe nëse se din tekstin për mendsh, e kanë dëgjuar dikon e din që shkojnë këngë. Po, i vlerëson këngë. Veç edhe ti i dha një emocion shumë të mirë përmes interpretimit. Faleminderit që na dhurove ato. Po, çdo minutë më shumë pe xholozoj te utën. Po, jam I sigurt që veç kur ta ndiqi u bë bendi po të me kastit. Flakron më kujtu një këngë që po besoj gjithë gjeneratët e reja e din, edhe pse është kënga shumë e vjetër. Mos ta diçin komplet e din PSP-s, po ndoshta më kujtu tashmu presimtarit bashkim na kemi mësuar ndoshta edhe në shkollë. Tash nuk e di jam sot më shkollë, po e di që 90% e trive e din atë këngë.
Nëse që të kujtohet edhe ty, sa ta thon titullin, është Mojzë Go, Dialekt me vija. Po, patjetër. Po. Është këngë shumë e mirë. A kishmi provu me këndu bashkarisht edhe me ekipën çka jemi këtu, edhe një lloj përmbyllje të emisionit, se peshot që na mumi me zgjat shumë, pas mi çka me këndu edhe çka me bisedu shumë, po kjo është vetëm një dëshmi se Teut na duhet me i gjetë hapësirë njerëzve që kanë këso lloj talenta, që me ditë se jo veç di me bo politik, jo veç di me dal në media veç ata që din me bo politik, po na kemi njerëz me shumë vlera dhe me shumë virtyte tjera post muzikës, kështu që një farë mënyre me dëshmu edhe këto në këtë rast. Po. A vazhdojmë, Falorën? Vazhdojmë edhe njerë, shfrytëzoj që të rast me ju falenderu shumë për ftesën Teutës edhe juve Xheni, ishte kënaqësi, shpresoj që publikut edhe shikuesve kam i pëlqyer. Shkona me Mojzë Go. Po. Mojzë Go jelek me vija, Mojzë Go jelek me vija. Ai ke pa shoqet e mia, ai ke pa shoqet e mia. I kam pa në një hije, tu i bo gati për nustrije. I kam pa në një hije, tu i bo gati për nustrije. Mojzë Go's, thëllës e malit, thëllës e malit. Ai ke pa çorap të djalit, ai ke pa çorap të djalit. I kam qëndise, lule i kam në dise. I kam qëndise, lule i kam në dise. Faleminderit. Po e kuptoj sa herë më shumë Teut se me Flakronin mumi me këndu shumë bashk, po kemi me organizu diçka në të ardhmen që më kon sa më shpejt, po më kon bashkarisht edhe me këndu e me vazhdu me bo atmosferë. E falenderojmë Flakronin, i falenderojmë krejt ekipën për aktivizimin që e kam bo. Tash bëjmë me të ma shumë. Luj ku qare gjarkovës, unë me malë të kujtoj, më i gani me të, jo skeptek. Luj ku qare gjarkovës, gani me të moj krenaria jo. Jo skeptek, luj ku qare gjarkovës, unë me malë të kujtoj, më i gani me të, jo skeptek. Luj ku qare Kosovës, galimet moj krenaria jo. Galimet moj krenaria jo. Fal. High five.